U dyshua se humbi jetën për shkaqe natyrale, por pas hetimeve rezultoi vrasje nga pakujdesia. Bëhet fjalë për 59-vjeçarin Sajmir Markja, i cili u gjet pa jetë më 13 prill në lagjen 18 në Durrës. 5 ditë më pas, policia deklaron se ka zbardhur ngjarjen dhe ka vënë në prangë agentian Krajan, i dyshuar si autori i saj. Mbi 42-vjeçarin rëndon vepra penale vrasje nga pakujdesia. Sipas policisë, Sajmir Markja është konfliktuar për motive të dobta me agentian Kraja. Ky i fundit e ka goditur me grusht e përpasoi. Markja ka humbur ndjenjat, ka rënë asfalt dhe më pas ka ndërruar jetë. Fillimisht u raportua se Sajmir Markja humbi jetën për shkak të një arresti kardiak, por pas dyshimeve të krijuara, specialistët për hetimin e krimeve ndaj personit në policinë e Durrësit nisën hetimet. Nga tërësia e tyre u zbulua se shkaku i humbjes së jetës së 59-vjeçarit nuk ishte natyral, por bëhej fjalë për vrasje nga pakujdesia. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.